Tre janë vërejtjet e mia në lidhje me ndryshimet në kodin penal. Së pari duhet të them që në start që politikat ndëshkimore, politikat penale janë kompetencë e parlamentit dhe qeverisë, nuk janë në domenin e avokatit popullit. Por shqyquar nga prizmi i mbrojtjes lirive dhe drejtave të njerëzit, sigurisht që nuk mund të heshti në një ndryshim të kësaj natyre. Së pari, mendoj se përdorimi i flamurit evropian si mënyrë për ta eliminuar dhe evituar procedurën e rregullt në sjelljen e ndryshimeve ligjore, mendoj se është tejkaluar dhe jo rastësisht Komisioni Evropian disa herë ka reaguar se keq përdoret ky instrument dhe unë kam frikë se Komisioni Evropian mund të ndërmerr edhe ndonjë masë në këtë drejtim që ta ndalon përdorimin e më të tjeshëm të këtij instrumenti në sjelljen e ligjeve të ndryshme, të cilat drejt për drejt nuk kanë të bëjnë me procesin e harmonizimit të legjislaturës së vendit me atë të Bashkimit Evropian. E dyta, mendoj se si pasojë e përdorimit të simbolit të Unionit Evropian, u pamundsu hapja e një debati më produktiv në të cilin do të përfshiheshin përveç politikës, pra deputetëve, ministrave, qeverisë, edhe bota akademike. Që sigurisht që për këtë çështje ka shumë çka të thotë dhe të përfshihe edhe bota profesionale, pra gjykatësit, avokatët e kështu me radhë. Fatkeqësisht kuvendi anashkaloi mundësinë e hapjes së një diskutimi më themelor, sepse këto vepra penale, të cilat ishin teme ndryshimit të kodit penal, janë themelore për sundimin e ligjit dhe të drejtës, janë themelore për pengimin e një plage e cila mos them se po shndrohet në kancer, por tendencat janë se po shndrohet vërtet në një plagë të pashërueshme, ajo është pengimi i kriminalitetit organizuar dhe korrupsionit. Ne nuk jemi në situatë dhe pozitë të Gjermanisë, të Francës, në vendet në të cilat thirrët ligjëdhënësi jonë për të arsyetuar vendimin për ndryshimin e kodit penal në këtë domen, dhe prandaj parashikimi i këtyre masave dhe sanksioneve që kanë qenë deri më tani, sigurisht që kanë pas arsyeën e vet sepse kanë qenë të tillë, duke pas parasysh intensitetin e keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe gjendjen në lëmin e korrupsionit.